Ne si ministri po kujdesime që në të dyja parqet, edhe këtu në parkun Bjeshkët e Nemuna, edhe në parkun Shari, që të vendosim lidhshmëri. Të zbatohet ligji në mënyrë që zona të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme dhe turizmi të rritet këtu sepse neve duhet na vinë turist nga e mbar bota për të shiju këto male të bukura që i kemi. Prandaj është shumë e rëndësishme që ligji të respektohet. Vendimi i fundit që ne kemi ndërmarrë si ministri ka të bëjë me ndalimin e ndërtimeve pa leje, pra ndërtimeve ilegale, cilat janë zhvilluar ndër vite edhe këtu, po edhe në parkun e tjetër, pra në parkun kombëtar Shari. Kështu që plani është që t'i ndalojmë ndërtimet pa leje dhe t'i inkurajojmë njerëzit që dëshirojnë të ndërtojnë dhe të zhvillohen këtë anë të ndërtojmë vetëm në përputhje me ligjin, pra përmes lejeve me cilën ata duhet pajisen përmes komunës. Si u ka pru zoti ministre fitore këtu në Bjeshtë e Unikut, shtëpia majës më të lartë në Kosovë, Gjeravicës, një bukurie rrallë ku njerëzit si shpëshijet kanë investu shumë, edhe sidomos ka një rritje të fluksit turistëve mas financimit rrugës nga ana e qeverisë Kurti, po tash ka një paqartësi për infrastrukturën e ligjore për me pas një vazhdim turizmit qëndrueshëm në këto pjesë. Për parkun Bjeshkët e Nemuna, plani hapësinor është miratuar në kuvend në vitin 2022. Pastaj ministria ka përfunduar me planin e menaxhimit të parkut dhe pastaj obligimi ka kalu tek komunat kompetente që ato të bëjnë planet rregulluese dhe të caktojnë zonën hapësinore, pra harta zonale ku duhet të kryen ndërtimet. Pra ministrisë i takon përgjegjësia t'i bëj planin hapësinor të parkut, ndërsa komunat planin rregullues dhe hartën zonale në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi të aplikojnë për leje. Ideja nuk është që të pengohen njerëzit e kësaj zone edhe të këtë rrashë Dugagjinit, jetesën e tyre, traditat e tyre, të Bjeshkës, stanishtat e tyre, po që jemi krejt kolektivisht në vi me rregullat e ligjet, mos ta dëmtojmë natyrën, edhe që mundsojmë njerëzve që vijnë na pa, me u ndi sa më mirë, të mirë pritun edhe në raport me natyrën me qenë korrekt.